Një raport i rrjetit CNN citoi një zyrtar i pa identifikuar i Shtëpisë së Bardhës të thoshte se sesioni përgatitor me sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov është pezulluar për momentin. Ky takim konsideroi një hap vendimtar për samitin e planifikuar midis presidentëve Trump dhe Putin që pritej të mbahej në Budapest. Sipas burimeve të CNN, pezullimi ka ardhur pas mospërputhjeve të dukshme në pritshmërinë e dy diplomatëve në mënyrën e përfundimit të konfliktit në Rusi-Ukrainë, ndërkohë Trump ka deklaruar që synon paqen në Ukrainë, por ka pranuar se bisedtimet mes palëve janë më të ndërlikuara se konfliktet në Gaza apo midis Indisë dhe Pakistanit. Pasi bisedës telefonike me Putinin javën e kaluar, Trump njoftoi se Rubio në Lavrov do të takoheshin për të hedhur themelet e bisedimeve të paqes. Sipas Moskës dhe Washingtonit, të dy zyrtarët zhvilluan një telefonat këtë të hënë e cilësuar nga ministra e jashtme ruse si konstruktive, por zëvendësi amerikan i Departamentit i Shtetit Tommy Pickett shmangu këtë temë duke theksuar se Rubio nënvizoi rëndësinë e vijimit të angazhimeve diplomatike në përputhje me vizionin e presidentit Trump për një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit. As Shtëpia e Bardhë as Kremlini nuk u përgjigjën kërkesave të CNN për koment mbi këtë zhvillim, ndërsa burimi nga Washingtoni nuk përjashton mundësinë që Rubio dhe Lavrov të zhvillojnë një tjetër bisedë telefonike gjatë kësaj jave. Pezullimi i takimit megjithatë shihet si një pengesë serioze për përgatitjet e samitit të dytë Trump-Putin, që ishte planifikuar për këtë vit.